Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man ashabihi tabi'in ila yawmiddin. Tematika e 28 është tematika cilësitë e hipokritëve dhe munafikëve që quhen ndryshe në fenë islame. Allahu subhanahu wa taala na paralajmëron dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na tregon se cilat janë cilësitë e atyre njerëzve që kanë shenja të theksuara të hipokrizisë në akidën dhe besimin e tyre. Pikërisht janë ata njerëz cilët në gjuhën e tyre shfaqin besimin, pra në pamje të jashtme, kurse fshehin në zemrat e tyre mosbesimin, pra kufrin dhe të gjitha cilësitë e këqija, pra të kundërtën e besimit. Edhe pse shfaqen si besimtar herë pas here. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin Kerim: "Yahdharu al-munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Le të kenë kujdes hipokritët munafikët se mos vallë u zbret ndonjë sure prej Zotit dhe lajmëron ata se ç'kan, për ata se ç'kan mbajnë edhe fshehin zemrat e tyre. Pra i paralajmëron Zoti subhanahu wa taala se mund t'u zbresë ndonjë sure me emrat e këtyre njerëzve dhe t'i paralajmëroj besimtarë se çfarë fshehin këta hipokrit në zemrat e tyre. Në ajetin tjetër thot Allahu: "Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam." Zoti ka premtuar munafikëve, hipokritëve dhe hipokriteve dhe jo besimtarëve zjarrin e xhehenemit. Kurse në hadithin e njohur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayatul munafiqi thalathun. Shenjat dhe cilësitë e hipokritit janë tre: idha haddatha kadhaba, kur flet gënjen, wa idha wa'ada akhlafa, kur premton diçka nuk e mban premtimin, wa idha atumina khan, dhe kur i lidh diçka amanet nuk e ruan amanetin. Në hadithin tjetër rrivat transmetimin Imam Muslimit shtoi: "Wa in sama wa salla wa za'ama anna muslim", edhe nëse ai agjeron apo pretendon, apo edhe nëse ai agjeron, falet apo pretendon se është musliman. Pra nëse i ka këto tre cilësi të qarta, kur flet gënjen, kur i luan premton nuk e mban premtimin dhe kur lidh diçka në amanet, e thyen amanetin nuk e ruan. Në hadithin Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Katër cilësi kush i ka ato është munafik i pastër, pra i qartë. "Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha." Dhe kush ka një cilësi për tyre, ka një cilësi për hipokritëve derisa ta praktikojë atë. "Idha atumina khana", se i lidh diçka amanet, nuk e ruan amanetin. "Wa idha haddatha kadhaba", dhe kur flet gënjen. "Wa idha ahada ghadara", dhe kur çfarë? Dhe kur mban një premtim apo një marrëveshje e thyen atë. "Wa idha khasama fajara", dhe kur diskuton me ty, debaton, pra menjanon nga vërtera, shthurjet, degradon dhe kështu me radhë. Pra këto janë cilësi të pastra, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe nëse ka një cilësi për tyre, nuk do të jetë besimtar i pasur derisa ta praktikojë këtë cilësi. Në hadithin e Abu Huraira radhiyallahu anhu nabi sallallahu alajhi wasallam, Rasul sallallahu alajhi wasallam qal: "Mathalu al-mu'mini kamathali khamati az-zar'i yafi'u waraqatuhu." Shembulli i besimtarit është si shembulli të bimës, por sa çelur, cila lëkundet fletët e saj. "Min haythu atat harrihu tukaffiuha", ngado që vjen era, i lëkundet ata, pra fletët e bimës, njërmajtës dhe njërdjathës. "Fa idha sakanat i'tadalat", nëse era pushon, atëherë ajo qëndron, pra është e palëvizshme. "Wa kadhalika al-mu'minu yukaffa'u bil bala", dhe kështu është besimtari i cili i vijnë atij belat, provat dhe edhe fitnet. "Wa mathalu al-kafiri kamathali az-zarati as-samma", kurse sa i përket qafirit, pra jo besimtarit, është si puna bimës, një bimë që i ngjan pishës, as-samma e ngurt, pra qafiri, pra i ngurt, i ashpër në zemrën e tij, mu'tadilin, pra si puna e asaj pemës që i ngjan pishës, e ngurt, e drejt, hatta yaqsima Allah, derisa Allahu ta thyej atë idha sha, kur dëshiron ai. Pra kështu është shenja i besimtarit i cili i vjen, i rritet dhe i dobësohet imani, ka frikë se mos e kap cilësia e hipokrizisë, por megjithatë, ngado që të kthehej
nga të fry era, majtës apo djathtas, ai lëkundet, por megjithatë edhe pas lëkundjes qëndron në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Kurse shembulli jo besimtarit është i ngurtë, i ashpër në mosbesimin e tij, në hipokrizinë e tij, derisa Allahu subhanahu wa taala ta rrëzojë atë dhe ta vërendukje gabimin e tij dhe të keqen e tij. Po ashtu i hadithi Muslimi thot pejgamberi mathalul mu'mini kamathali zar'i la tazalu ar-rihu tumiluhu. Shembulli besimtarit, shembulli bimës që vazhdon era sa herë që fryn e lëkunda të një majtës një djathtas, wala yazalu al-mu'minu yusibu al-bala, dhe vazhdon besimtari ta godasin atë sprova dhe megjithatë ai qëndron në fenë e Zotit subhanahu wa taala. ومثل المنافق كمثل الشجرة الأرز لا تهتز حتى تحتصده. Pra dhe kurse shembulli i besimtarit i munafikut është si shembulli i pemës, pra kësaj pemës që ju përmenda, pra që janë al-arzati, më falni, i janë pishës, la tahtazu, nuk lëkundet hatta tahtasid, derisa të thyet rrëzohet. Pra i tillë është munafiku, pamjet parë duket si i fortë, duket si i trim, duket si i qëndrueshëm, por kur i vijnë belat dhe sprovat, Allahu subhanahu wa taala rrezon atë. Po ashtu në hadithin e Abdullah ibn Umrit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu al-munafiqi kamathali ash-shati al-'ahirati bayna al-ghanamayn ta'iru. Pra shembulli i munafikut është shembulli i deles së lëkundur, të tronditur që hidhet me i grup kopeje dhe i kope tjetër. Yani ta'iru, yani mutaraddid, nuk e di pra se ku të shkoj. Ila hadhi marratan wa ila hadhi marratan, njëherë me një grup dhe njëherë me një grup tjetër, kështu pra është hipokriti munafiku. Prandaj një hadith tjetër thot fi kauni thana'i ala sultani min al-nifaq. Po ashtu në hadith tjetër thuhet edhe nëse ai i thur lavdhe prisave, sultanëve, politikanëve, kupton, edhe kjo është shenjë për shenjave të hipokrizisë. Pra lutim Allahu subhanahu wa taala na ruaj gjunat e gabimet, na ruaj nga hipokrizia, të pastroj zemrat tona nga hipokrizia, mos të jemi njerëz, njëherë me një grup dhe njëherë me një grup tjetër, njëherë me besimin dhe njëherë me mosbesimin, njëherë me të vërtetën dhe njëherë me të pavërtetën. Prandaj lutim Allahun na largoj nga kjo cilësi e ndyrë dhe e poshtër dhe lutim Zotin na bëj prej sinqertëve. Selam aleikum wa rahmatullah.